Dian, po du me nisë me ty. A ka koha skadencë? Edhe a ju ikë gjërave koha, do me thonë, atyre gjërave që ne duam të arrim një? Më varet çka, disa kanë skadencë, disa s'kanë skadencë, po unë mendoj që koha është vetë jeta. Edhe ne për shembull i llogarisim 1 sekond, 1 ditë, 1 muaj, 1 vit, 1 shekull. Edhe neve kur na pyesin për shembull sa vjeç je, tash do bëhem me 27-in 45 vjeç. Me 27-in? Po, me 27-in. Kur ti bësh 45 vjeç, me 27-in bën 500 emisione Libero. Fantastik. E gjetëm një fest. Edhe shembull 1 vit kohë është 1 vit jetë. 1 ditë kohë është 1 ditë jetë. Kështu që ka bile një 20 vita ma tepër që flas për menaxhimin e kohës, që në fakt është shumë më shumë se vetëm menaxhimi i kohës, është menaxhimi i jetës. Edhe ajo thënje e famshme time is money, koha është para, unë e kam ndrru para shumë viteve, domethënë kam thënë time is life, time is more than money. Domethënë koha është më shumë se para, është jeta. Dhe kur ne e menaxhojmë kohën, ato ditarët tanë, për shembull, ne i menaxhojmë punët e ditës që i kemi, detyrat, obligimet, punët e ditës, ato taskat, mirë po, bashkë me te e menaxhojmë energjinë. I menaxhojmë emocionet, se s'kemi na energji pa fund. E menaxhojmë fokusin, ku do ta kemi. I menaxhojmë marrëdhëniet me njerëzit që punojmë, jetojmë etj etj. Domethënë menaxhojmë shumë më tepër, kështu që në një mënyrë koha është jeta, edhe e kam dëgjuar si thonje që edhe në librin e shenjtë, në Kur'an, e vetmja be që e bën Zoti thot pasha kohën. Kështu që është gjëja më e vlefshme që ekziston. Faleminderit shumë për këtë fillim. A ka koha skadencë, Belinda? Po, definitivisht po. Ka, edhe është shumë mirë që, do më thënë, që të pyetje po i përgjigj si i Belind, jo si profesioniste. është shumë e rëndësishme që në kornizën e jetës tonë, që padyshim është gjëja më e vlefshme që e kemi, me pas shumë kujdes në atë se si neve e planifikojmë spari kohën dhe pastaj si e shpenzojmë. Thënë, janë 2 gjëra të cilat në qoftë bëhen në këtë kohën e dur, bëhen në momentin e dur dhe në moshën e caktuar, mund të japin rezultate të jashtëzakonshme, të cilat janë outstanding në kuptimin e plotë të fjalës, të jashtëzakonshme, edhe që pastaj neve mund t'ja përveshim emra të ndryshëm që është suksesi, që është pasuria, që është karriera e tjera, por në thelb, në vetvete, planifikimi dhe menaxhimi i kohës është qelës për me e bë shumë më të bukur këtë presionin që e kemi gjatë jetës në të cilën gjithmonë presioni është koha. Okej, faleminderit. Doktoresh, prizmin tonë. Ndëgjoj kolegët në panel, po më pëlqejnë